Atëherë, tema ime e diplomës është gjerëgjeza e autizmit, e cila studion fëmijët autik në Shqipëri, i cili numri i fëmijëve autik është gjithmonë edhe në rritje. Qëllimi i kësaj teme është të ndihmojmë sa më shumë fëmijët me autizëm për zhvillim, për sa më shumë zhvillim në aspektin gjuhësor, komunikativ, në aspektin social për të shoqëruar më shumë me fëmijët e tjerë, edhe pse jo të ndihmojmë për përmirësimin e tyre. Në fakt është problem shqetësues, mirë kush e ka një fëmijë autik në familje. Keni ndonjë në familje në Fis që ju ka shqetësuar apo? Jo, po thjesht autizmi i cili është një sindrom ose sëmundje e cila është e pashpjegueshme, më shtoi kurreshtja që unë ta studioj, se cilat janë shkaqet që sjellin që nuk janë akoma të zbuluara, shkaqet e sjelljes së autizmit. Dhe ju si psikolog ju takon një barë shumë e rëndë në parandalimin, ndoshta në trajtimin e kësaj. Po, është vërtet një rrugë edhe një punë shumë e vështirë për të trajtuar këta fëmijë. Kë kishit udhëheqëse? Kleona Coshin. Jeni e kënaqur? Sigurisht shumë e kënaqur, shumë e kënaqur. Edhe nga prezantimi besoj do lët mirë? Po, shumë mirë. T'ju shohim me kuronën në kokë se nuk e filmuam. Bie kjo.